Mirë se vini. Sot do t'i futem me një temë vërtet gjigante, inteligjencës emocionale. E kam përgatitur këtë si një lloj turi të shpejt, por gjithëpërfshirës, bazuar në një kurs me plot 24 leksione. Pra, do të mundohemi të kuptojmë çfarë është saktësisht, pse është kaq e rëndësishme dhe sigurisht si mund ta zhvillojmë për ta përmirësuar jetën tonë. Ja ku filloi gjithçka, ose të paktën këtu shpërtheu. Në 96-ën, revista Time del me këtë kopertinë dhe bon një deklarat, bombastike. Papritur, ideja se çfarë do thotë ti jesh i mençur u vu në dyshim. Po thoshte se suksesin e jetë mund të mos varet vetëm nga IQ-ja, por nga diçka tjetër, nga kjo gjë që quhet EQ. Kjo e solli konceptin e qendër të vëmendjes dhe i bëri të gjithë të flisnin. Okej, titujt e mëdhenj janë një gjë, por le ta themi troç. Çfarë është në të vërtetë inteligjenca emocionale? A është thjesht një fjalë e bukur apo ka diçka më thellë? Dhe a është e vërtet kjo deklaratë e madhe Time? Këto janë pyetjet që do të na udhëheqin. Shumë flasin për EQ-n, por sot do ta zbërthejmë vërtet për të parë se çfarë fshihet pas saj. Pra, ja ku e kemi planin e lojës. Së pari do të hedhim bazat, çfarë është EQ dhe si nuk është IQ. Pastaj i futemi thelbit, 4 aftësive kryesore. Më pas do ta shohim në praktik, në punë dhe në marrëdhënie. Vazhdojmë me lidhjen befasuese mes mendjes dhe trupit dhe në fund hedhim një sy nga e ardhmja e emocioneve. Në rregull, le t'ja nisim. Stacioni i parë të kuptojmë saktësisht se për çfarë po flasim. Për të kuptuar EQ-n, fillimisht duhet ta dallojmë nga kushëriri i tij shumë më i famshëm, IQ. Dhe ja ku është përkufizimi akademik, ai që i vuri themelët gjithçkaje. Fjala kyçe këtu, dhe kjo është super e rëndësishme, është aftësia. Do me thënë, EQ nuk ka të bëjë thjesht me të qenit i ndjeshëm apo emocional, as pak, bëhet fjalë për një set aftësish, aftësi konkrete që mund të maten dhe, më e mira të gjithave, që mund të mësohen. Këto aftësi na ndihmojnë të lundrojmë në atë xhungullën sociale që është jeta. Këtu ndarja bëhet edhe më e qartë. Ta mendojmë kështu. IQ-ja, pra aftësitë tona logjike, është pak a shumë si skeleti i një ndërtese. Është i rëndësishëm, por pas një farë moshe mbetet relativisht i pandryshuar, kurse EQ-ja. EQ-ja është gjithçka tjetër. Instalimet, arredimi, dekori, ajo e bën shtëpinë të jetueshme dhe funksionale, dhe pjesa më e bukur mund ta rinovosh dhe përmirësosh vazhdimisht gjatë gjithë jetës. Dhe kjo ide nuk lindi nga hiçi sigurisht, e gjejmë që te grekët e lashtë, të cilët flisnin për pasionet dhe temperamentin. Por, për shekuj me radhë, emocionet shiheshin që diçka e dobët, diçka që duhet kontrolluar dhe shtypur. Pastaj, bëjmë një hop të madh në kohë. Arrim në vitet 90. Aty, psikologët filluan të thoshin, prit një minutë, këtu ka diçka më shumë. Ata e përkufizuan dhe filluan ta matin si një formë të vërtet inteligjence. Dhe pjesën tjetër e dim. Media e mori dhe bëri atë që është sot. Mirë, tani që kemi kuptuar se çfarë është IQ, është koha të hapim kapakun dhe të shohim motorin. Le të hyjmë në thelb te 4 shtyllat që e mbajnë të gjithë këtë strukturë nën këmbë. Këto janë mekanizmat që e vënë në lëvizje inteligjencën emocionale. Ky model është fantastik sepse e bën gjithçka shumë të qartë. E paraqet EQ-n si një shkallë me 4 hapa, ku secili hap mbështetet te tjetri. Hapi i parë, themeli, është perceptimi. A mund ta kuptosh çfarë po ndjen vet ose çfarë po ndjen personi përballë. Më pas, ngjitemi te përdorimi. Okej, e ndjen këtë emocion, po a di ta përdorësh për të menduar më qartë për të zgjidhur një problem? Hapi i tretë është kuptimi. Ktu bëhet më komplekse. Pse e ndjej këtë? Nga vjen? Si mund të ndryshoj? Dhe në majtë të shkallës është menaxhimi. Kjo është aftësia për të rregulluar emocionet tona dhe për të ndikuar pozitivisht tek emocionet e të tjerë. Mirë, mjaft me teori. Tani le ta shohim se si funksionon gjithë kjo në botën e reale. Këtu EQ ndalon si qenë një koncept akademik dhe bëhet një mjet praktik që mund ta përdorim çdo ditë, si në punë, ashtu edhe në shtëpi. Në punë EQ-n ka pushuar si qenë thjesht një bonus. Tani është thelbësore. Pse? Sepse studimet tregojnë pa pushim se liderët më të mirë nuk janë domosdoshmërisht ata më të zgjuarit nga ana teknike, por ata me EQ më të lartë. Ata nuk japin thjesht urdhra, ata frymëzojnë, i zgjidhin konfliktet pa shkaktuar drama dhe krijojnë një mjedis pune ku njerëzit duan të vinë në mëngjes. Kjo nuk është rastësi, prandaj kompanitë e mëdha po investojnë kaq shumë para për ta zhvilluar atë tek stafi i tyre. Dhe sigurisht, të njëjtat parime vlen edhe në jetën tonë personale, ndoshta edhe më shumë. Të gjithë e dim se sa e rëndësishme është empatia, komunikimi, aftësia për të ruajtur qetësinë në një debat të nxehtë. Këto janë themelet e çdo lidhjeje të fortë. Dhe çështja nuk është të mos zihesh kurrë, kjo është e pamundur. Çështja është të kesh mjetet për të rikthyer bashk pas një zënke, për të riparuar dëmin dhe për ta bërë lidhjen edhe më të fortë.
Tani do të bëjmë një shqytje edhe më të thellë brenda nesh. Do të eksplorojmë lidhjen e jashtëzakonshme mes asaj që ndjejmë dhe shëndetit ton fizik. Dhe kjo nuk është metaforë, kjo është biologji e pastër. Për ta thënë thjesht, emocionet nuk jetojnë vetëm në kokën tonë. Imagjinoni që truri ka dy shoferë që grinden për timonin. Njëri është sistemi limbik, shoferi impulsiv, emocional, instinktiv. Tjetri është korteksi prefrontal, shoferi logjik, racional, planifikuesi. Këta të dy janë në një dialog ose ndonjëherë debat të vazhdueshëm. Dhe ky debat i brendshëm lëshon hormone dhe sinjale nervore që ndikojnë direkt tek rrahjet e zemrës, presioni i gjakut, madje edhe tek sistemi ynë imunitar. Është një lidhje e drejtë për drejtë. Ky numër është tronditës, 67%. Ai vjen nga një studim masiv dhe historik i quajtur studimi i përvojave të vështira të fëmijërisë, ose ACE. Çfarë zbuloi? Se gati 2/3 e të rriturve kanë kaluar të paktën një përvojë të vështirë traumatike në fëmijëri. Këtu flasim për gjëra si abuzimi, neglizhenca apo thjesht rritje në një familje me probleme serioze. Dhe ja ku lidhet gjithçka. Pika thelbësore është kjo. Historia jonë emocionale nuk mbetet thjesht në kujtesë, ajo gëdhendet në biologjin tonë. Stresi i vazhdueshëm i një fëmijërie të vështirë mund të riprogramojë sistemin tonë nervor. Kjo çon në një rrezik shumë më të lartë për sëmundje të zemrës, diabet, madje dhe sëmundje autoimune shumë vite më vonë. Kjo na tregon se të mësosh të menaxhosh emocionet nuk është thjesht një luks për tu ndier mirë, por është thelbësore për shëndetin tonë afatgjatë. Dhe tani, për ndalesën tonë të fundit, le të hedhim syt nga e ardhmja. Ku po shkon e gjithë kjo fushë e inteligjencës emocionale, sepse nuk bëhet fjalë vetëm për zhvillim personal, po bëhet një pjesë kyçe e arsimit dhe, ç'është më interesante, e teknologjisë. Kjo na kthen te pyetja $1.000.000. A mund të mësohen vërtet këto aftësi? A lindim me një nivel të caktuar EQ-i edhe kaq, apo është diçka që mund ta punojmë dhe ta ndryshojmë? Përgjigjja e kësaj pyetje ndryshon gjithçka. Dhe përgjigjja e bazuar në tonelata me të dhëna është një po e prerë. Këto shifra vijnë nga programet e mësimit social dhe emocional në shkolla. Të dhënat janë të qarta, kur fëmijëve u mësohen aftësi si empatia, vetkontrolli, zgjidhja e konflikteve, ata jo vetëm që ndihen më mirë, por edhe notat e tyre përmirësohen. Dhe arsyeja është fare thjesht. Një tru që është më pak i stresuar dhe di si të përqendrohet, është një tru që mëson shumë më mirë. Dhe kjo na çon te mendimi i fundit, një pyetje paksa provokuese për të ardhmen. Jemi në një epokë ku inteligjenca artificiale po mëson të lexojë shprehjet e fytyrës tonë, ku pajisjet tona monitorojnë gjendjen tonë emocionale. Teknologjia po hyn në territorin më intim njerëzor. Kjo mund të hap dyrë të pabesueshme për shëndetin mendor dhe vetnjohjen. Por nga ana tjetër ngre pyetje të mëdha etike. Kush i kontrollon këto të dhëna? Çfarë do të thotë kjo për privatësinë dhe autonominë tonë emocionale? Ndërsa makinat bëhen gjithnjë më të zgjuara emocionalisht, pyetja e madhe që mbetet për ne është: si do ta përdorim këtë fuqi të re për të ruajtur atë që na bën vërtet njerëz?